Atmosfera festive e vitit të ri ka përfshirë dhe qytetin e Shkodrës, ku ishte sot për vizitë dhe kryetari i Parlamentit të Shqipërisë Ilir Meta, i cili uroi më shumë solidaritet dhe mirëkuptim mes shqiptarëve dhe më shumë arritje gjatë vitit 2014. Por në këtë prag të vitit të ri, disa mijëra familje në zonat e thella malore në veri të vendit vazhdojnë të përballen si çdo ditë me varfërinë dhe problemet sociale. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ka përgatitur kronikën. Prej disa ditësh, qyteti i Shkodrës është përfshirë në atmosferën festive të vitit të ri, por ndryshe nga vitet e tjera nëpër rrugë ka më pak lëvizje, kjo edhe për shkak të numrit më të vogël të emigrantëve të kthyer në vendlindje. Prej 4 ditësh, qendra e qytetit është pushtuar nga zejtarët, të cilët kanë hapur panairin e tyre të fundvitit me produktet ushqimore vendase, por dhe me prodhimet e artizanatit artistik. Megjithatë, blerjet duket se janë më të pakta dhe kjo për shkak të krizës ekonomike që po kalon vendi. Ndërkohë, më shumë se 40 biznesmen të Shkodrës u përfshin në nismën Shqipëria Gëzon, Shqipëria Dhuron, duke shpërndarë ndihma për qendrat e shërbimit social, spitalin dhe rreth 60 familje të ngujuara për shkak të fenomenit të gjakmarrjes. Në qytetin e Shkodrës ishte sot edhe kryetari i Parlamentit të Shqipërisë, zoti Ilir Meta, i cili gjatë një shëtitje në rrugën kryesore të qytetit të shpallur monument kulture, uroi të gjithë shqiptarët për më shumë solidaritet dhe mirëkuptim. Është një kënaqësi që nga qyteti i Shkodrës të uroj gjithë shqiptarëve kudo ku janë, një vit të gëzuar, një vit të suksesshëm, një vit që të lartësojë emrin e Shqipërisë dhe shqiptarëve kudo ku janë. Dhe unë jam i bindur se duke bashkëpunuar më shumë me njëri tjetrin, duke dhuruar më shumë edhe dashuri njëri tjetrit, duke zhvilluar më shumë ndjenjën e solidaritetit dhe të mirëkuptimit midis shqiptarëve, do të arrijmë që në 2014 të kemi më shumë suksese dhe më shumë arritje. Ndërkohë, pas atmosferës festive që po mbizotron kryesisht në qendrat e qyteteve në veri të Shqipërisë, disa mijëra familje që jetojnë në komunat e largta malore, në Shkodër, Malci Tomalle, Puk, Tropoj, Kukës apo Has, vazhdojnë si për ditë të përballen me varfërinë dhe problemet e shumta sociale. Më shumë se 50% e familjeve në këto komuna jetojnë në nivelin e varfërisë ekstreme, ndërkohë që mbështeten çdo muaj vetëm një ndihmë të vogël financiare nga buxheti i shtetit. Por Zëri i Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.